Dhe tani të dashur miq, lidhemi me kolegun ton Bahtir Cakolli, I cili bashkë me kamermanin Ilir Gorani po qëndron në Stamboll, atje ku po shënohet sot dhe në fakt nesër do të jetë festa e madhe për ditën e flatmurit. Një manifestim qendror që do të mbahet në anijen gjigante në Bosfor, ku pritet të marrin pjesë qindra shqiptar nga Kosova dhe Turqia. Është një organizim jashtëzakonisht I veçantë I Barileva Truris dhe prej atje Bahtiri na I sjell detajet. Bahtir, linja për ty. Përshëndetje nga Stambolli, si shtatë edhe ju, sonte veç kanë ardhur mysafir të shumë nga Kosova, por troje tjera etnike, do të ketë edhe shumë mysafir nga Turqia, por takimin e nesërm pra që do të mbahet në shënimin e 28 nëntorit, ditës flamurit kombëtar. Është interesant, doon se ky manifestim do të bëhet në një anije gjigante këtu në Bosfor, të Turqisë, pra në Stamboll, dhe gjithë ata që do të kremtojnë, do të festojnë së bashku nesër rreth 5 orë do të shëtisin me atanije në ujin e bukur të Bosforit bashkë me anijen gjigante. Por do të ketë edhe muzikë të zgjedhur, do të ketë edhe aktivitete tjera të ndryshme kulturore që begatojnë shënimin e ditës flamurit. Tuve mua është edhe njeriu që na mundësoj që të vinë dhe të realizojnë këtë emision. Është zotëri Naser Jonuzi nga kompania me njohur Barileva Truris, e cila organizoi këtë takim dhe mbrëm nga Prishtina u nisën shumë autobus. Unë e quajta stacionin e autobusit Prishtinë stacioni Barileva Truris, me shumë autobus, e rreth 300 veç kanë arritur sot në Stamboll. Gjithë do të arrijnë edhe në forma të ndryshme, disa me aeroplane, disa në forma tjera, që të marrin pjesë në manifestimin e nesër shqiptare, pra për Stamboll. Të themi se ka të realizuar ardhmë edhe nga Gaznati, nga Bursa, nga vende tjera nga Ankaraja, por kemi informacione edhe nga Izmiri, shumë shqiptar që do ta përgatojnë që ditë ku festohet pra dita e flamurit. Sot kemi me zotin Naser Jonuzi, I cili na mësoi që të vinë dhe të bashkë të realizojmë këtë. Ai më përgatitit e duve që nesër vërtet, ta 7 ditë dhe që kemi thënë që do të bëhet një manifestimi madh. Ku jam përgatitur? Shëndet, Ju përshëndes të gjithëve, po ne në bazë të kërkesave të qytetarëve nga Kosova dhe qytetarëve kundër shqiptarëve nga Turqia, të bazë disa kërkesa për një organizim të tillë më herët, të cilët kanë shprehë gatishmëri që të kontribuojnë edhe në Turqi me njoftimin e shqiptarëve që jetojnë, që një festë pavarësisht së Shqipërisë ta festojmë së bashku në Stamboll, e cila më herët nuk ka ndodhur, por jemi munduar, edhe pse pak ka qenë koha e shkurt, por jemi munduar megjithatë që këtë organizim ta bëjmë sa më madhështor dhe sa më të mirë. Edhe vitet e të kaluara shënuara vitet e flamurit në Turqi, por në ambiente tjera, pra në sala të ndryshme. Por nga ideja që kjo të ndodhë në një anije gjigante, siç është anija në Bosfor. Po duke pas parasysh dhe duke përcjellur këto aktivitete më herët, të cilat kanë ndodhur në restorane ose klube të ndryshme, kësaj here vendosëm që pak më ndryshe ta bëjmë një organizim të tillë dhe na erdhi ideja që një organizim të tillë ta bëjmë në një anije gjigante që gjatë 4-5 orëve të shëtisim për rreth Stambollit dhe ta shijojmë bukurinë e bukur të Stambollit. Me këtë rast do të ketë edhe aktivitete të ndryshme si muzikë, aktivitete kulturo-artistike, do të ketë figura të ndryshme, siç kemi ftuar edhe zyrën e ambasadës të Republikës së Kosovës në Stamboll, kemi ftuar edhe disa kryetarë të shoqatave shqiptare këtu nga Turqia dhe gjithçka është gati për nesër, e cila do të fillon dikon rreth orës 13. Me kohën lokale të Turqisë. Është interesant Naser se ne së bashku e ju erdhën brenda nga Kosova, nga Prishtina, do të kaluam në Macedoni, pastaj
Greqin dhe rretën Stamboll. Kishte një atmosferë interesante kishte shqiptar nga gjithë Kosova. Kishte muzikë, kishte këngë, kishte valle. Një atmosferë e mirë. Do me ndrëm, arritën ka mëngjesit dhe tash veç ka filluar përgatitjen për timën e futbollit. Po, edhe pse ishin disa pritje të gjata në kufi, me qenë se ka qenë edhe festa, ka pas një fluks të ngarkuar, qoftë autobusa, qoftë makinave, dhe ka ndodhur disa pritje në kufi, po megjithatë keni qenë edhe vetë dëshmitar që gjë ka shku në rregull, atmosfera ka qenë nivel, të gjithë kanë ardhur me padurim ta festojnë këtë festën e flamurit, ditën e pavarësisë së Shqipërisë, kështu që vullneti s'ka mungu. Përveç festës së flamurit, ju organizoni aktivitete tjera duke i dërguar në vende të ndryshme, të gjithë këta që qytetarë nga Kosova, kishte edhe nga Shqipëria, besa bukur shumë shqiptarë